Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV, me mua Tirona Lilin për të sjellur lajmet më të fundit ekskluzive nga ferma VIP sezoni 2. Të hënën më 31 mars në orën 21, në televizionin Vision Plus edhe në Trink starton në reality show më i bukur që në fakt vitin e kaluar ka mbërthyer zemrat e publikut, ku banorët kanë treguar histori, kanë treguar ngjarje, kanë treguar jetën e tyre dhe kanë afeksionuar me dashurinë që kanë marrë brenda kësaj shtëpie, por edhe jashtë saj. Në këtë vit në ferma VIP 2 përfliten emra të ndryshëm, përfliten histori të ndryshme, përfliten VIP të suksesshëm goxha, duke u bazuar nga viti i kaluar, ferma bazohet gjithmonë në personazhe VIP, të paktën të gjithë fermerët, kështu siç edhe thëriten, ishin personazhe goxha të njohur, ku kishim Çiljetën, kishim Besin, kishim Valterin, e shumë personazhe të ndryshme. Por këtë herë, siç duket, Vision Plus edhe Tringu kanë ndryshuar rrënjësisht gjërat. Moderatorja e këtij spektakli këtë vit do të jetë Luana Vjollca, duke mos zbuluar akoma se kush do të jenë opinionistët e fermës. Me 31 mars të vitit 2025 starton sezoni 2 i fermës VIP, reality show që vitin e kaluar bëri bujë të madhe dhe theu rekorde shikueshmërie. Ky sezon premton të jetë edhe më spektakolar me sfida të reja, një format për të përmirësuar edhe një listë konkurrentësh që do të mbajë publikun të gozhduar para ekranit. Luana Vjollca këtë vit është drejtuesja e këtij spektakli. Një nga surprizat më të mëdha të këtij sezoni është fakti se për herë të parë spektakli do të moderohet nga Luana Vjollca. Ajo është tashmë e konfirmuar si prezantuesja kryesore dhe pritet të sjellë një energji të re në këtë program. Me përvojën e saj në drejtimin e spektakleve të mëdha televizive, Luana do të jetë pika lidhëse mes konkurrentëve dhe publikut, duke i dhënë një dimension të ri këtij formati. Një fermë e luksit të papar dhe jeta rurale në kushte moderne. Para se të kaloj te ferma, dua pak të komentoj Luanën. Ne e dim shumë bukur moderimin e Luanës, të cilën dua ta përgëzoj për këtë nismë në fermën VIP. Luana ka moderuar një format të ngjajshëm me fermën Love Island Albania, që ishte një format që i bazoheshte dashurisë, që u transmetua në televizionin Klan, por ferma është e ngjashme me Big Brother dhe besoj që Luana do ta qanë fare moderimin në këtë fermë. Mezi pres që të shoh dukjen e Luanës në natën e parë, mezi pres që të shoh moderimin e saj dhe realisht mezi pres që të shoh memet e Luanës, sepse moderimi, sidomos kur është live, memet janë të pranishme aty. Por besoj që të gjithë dëshironi të dini se si do të duket kjo fermë. Ju e dini që ferma gëzon një pozicion shumë të mirë dhe gëzon një hapësirë shumë të gjerë, sepse brenda kësaj ferme duhet të jenë të gjitha mundësitë të një jetës rurale apo një jetës në fshat. Një tjetër element që do ta bëjë këtë sezon unik është vendndodhja dhe ambienti ku do të jetojnë banorët. Në kontrast me jetën e luksit që shumica prej tyre janë mësuar, këtë herë ato do të duhet të përshtaten me një mënyrë jetese krejt ndryshe. Të frymëzuar nga jeta në fshat, ferma është ndërtuar në një zonë të izoluar, ku banorët do duhet të kujdesen për bagëti, të mbjellin e të kultivojnë produkte bujqësore dhe të kryejnë të gjitha detyrat e përditshme që lidhen me jetën rurale. Pavarësisht sfidave të fshatit, shtëpia fermë është një vepër arkitekturore moderne, e ndërtuar me një stil rustik luksos, që kombinon elemente tradicionale me komoditetet më të fundit. Kamerat do të ndjekin çdo moment të jetës së konkurrentëve, duke sjellë për shikuesit një prej përvojave tërësisht më të reja televizive. Do të thënë, do të jetë gjithçka perfekte ku banorët për herë të parë do të ndeshen me jetën në fshat. Është një antistres, është një relaks, është një moment i bukur, sepse të paktën hapësira, jo izolimi që këto banor kanë, siç ka për shembull Big Brother, që është gjithçka izoluar me mure dhe mund të shohësh vetëm qiellin, fermistët kanë fatin që të shohin malet, që të shohin hapësirën, që të shohin mrekullitë e bukura që të falën ferma,
dhe besoj që do ta shijojnë këtë gjën pafund. Por cilët janë konkurrentët VIP të cilët janë përfolur nëpër media që do të jenë pjesë e fermës VIP në sezonin e dytë këtë vit? Ky sezon pritet të ketë një kast të jashtëzakonshëm konkurrentësh, me personalitete të ndryshme nga bota e muzikës, artit, sportit edhe showbizit. Dy prej emrave më të përfolur që janë tashmë të konfirmuar si banor të fermës janë Enca Agjiu edhe Fero. Enca Agjia, këngëtarja e njohur gjithmonë në qendër të vëmendjes për stilin dhe karizmën e saj, do të provoj një nga anët krejtësisht të re të vetes në këtë format. A do të duhet ajo të përshtatet me jetën e vështirë të fermës? Me patjetër, do të kisha dashur shumë të shoh si do mbjellën lopën Enca, do kisha dashur shumë të shoh si do pastron baglën e lopës Enca, do kisha dashur shumë të shoh si do mbjellën krastavecin, specin, një artiste, një gocë me thënë 3 metro, do kisha dashur në fakt ta shoh, dhe do të ishte shumë e bukur për publikun shqiptar. Dhe banori i dytë, që në fakt përflitet që do të jetë pjesë e fermës e konfirmuar siç thuhet, është Fero. Reperi i famshëm pritet të jetë një nga konkurrentët më interesantë të këtij sezoni, duke sjellë dinamika dhe momente të papritura brenda shtëpisë. Përveç tyre, lista e plotë e konkurrentëve do të zbulohet gjatë natës së parë spektakolare më 31 mars. Transmetimi dhe ndjekja e spektaklit. Ku mund ta shihni ju këtë spektakël? Se besoj që kjo është pikpyetja më e madhe që mund të më bëhet mua në këto ditë. Ky reality show do të transmetohet ekskluzivisht në Trink dhe Vision Plus, ku shikuesi do të mund të ndjekin gjithçka live përmes Prime-it dhe përmbledhjeve ditore dhe 24/7. Për ata që duan gjithmonë të jenë të informuar mbi çdo zhvillim brenda fermës, do duhet gjithashtu përmbajtjet ekskluzive në platformat online dhe rrjetet sociale. Por çfarë do të ndodhë në këtë sezon, krahasuar nga sezoni i vitit të kaluar? Sfida të reja dhe surpriza. Konkurrentët do duhet të përballen me prova të ndryshme, që testojnë aftësinë e tyre në bujqësi, blegtori dhe punë të tjera fshatare. Dinamika mes banorëve. Me një kast të tillë pritet marrëdhënie të tensionuar, miqësi të reja, ndoshta edhe romanca të papritura fshatareske. Strategji dhe eliminime. Ashtu si në çdo reality show, konkurrentët do duhet të luftojnë për qëndrimin e tyre në fermë, ndërsa publiku do të ketë një rol kyç në vendimet finale. Mos e humbisni natën e madhe të 31 marsit, ku ferma VIP 2 do të hap dyert e këtij sezoni, plot sfida, emocione dhe me një spektakël teje të garantuar. Më 31 mars të gjithë syt nga ferma VIP 2.